Nëse e ke pru punën dikush mu anku te Allahu për ty, atëherën dëgjoje këtë hoxhën e nderuar se qysh tregon që kemi ra pishmën që e ke lënduar robin e Allahut të madhëruar. Nëse e ke pru punën dikush mu anku te Allahu për ty, kuku për mua për ty. Nëse e ke pru punën dikush natën i ka qu durt, ka thënë ja Rabbi, unë nuk kam der tjetër pas teje, filonin ka ranë qaf ja Rabbi, ja Allah, ti ai që mu mbron, ti hakin tëmë të ti pelipi ja Rabbi. Kuku nëse ke pru vetën këtë gjendje, nuk ka perde dhe penges mes ati që është bozullum edhe Allahut. Mos e lëndoni kërkën sepse qysh ja hum cek dhe në video tjera me lëndu robin e Zotit, Zoti nuk e lem pa marr hak kur. Zoti mënët me vanue, po kur nuk mënët me harrue. E prandaj mos e lëndoni kërkën, mos e bëni me kajt kërkën, sepse lotët e tinaj tek Allahu i madhëruar janë shumë të edhe mundesh me pas pasoja të mdhaja pastaj kur e lëndon robin e Allah. E prandaj une po mënuna që me ju postu video që nashta vedisonin këtë pi e nuk e bëni robin e Allah të madhëruar as njëher me qajt, as edhe njëher me dal lot shkaku jët. Prandaj kujdesu për këtë pjesë sepse Allahu mënët me vanue, por kur s'mënët me harrue.